Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Dy aeroportet ndërkombëtare të Pekinit, aeroporti ndërkombëtar i kryeqytetit dhe aeroporti ndërkombëtar i Daxingut, janë platforma mbartëse të rëndësishme që u shërbejnë në lidhjeve ndërkombëtare të kryeqytetit të Kinës. Gjatë planit të 14 vjeçar, këto dy aeroportet ndërkombëtare kanë pasur ndikime gjithnjë e më të mëdha në rrjetin e linjave ajrore botërore. Me këto dy aeroporte, qarku i miqve i Pekinit është zgjeruar pa ndërprerje. Nga Pekini, njerëzit mund të mbërrinë në 1120 destinacione të 64 vendeve e rajoneve të botës. Kështu, Pekini renditet i pari në Kinë për mbullimin me linjat ajrore. Tani në fazën e kalimit nga periudha e planit të 14 2021-2025 në periudhën e planit të 15 vjeçar 2026-2030, Pekini si kryeqytet synon të zbatoj aktivisht vendimet e fundit të planumit të 4 të Komitetit të 20 qendror të Partisë Komuniste të Kinës, si thelimi i gjithanshëm i reformës dhe zgjerimi i hapjes me nivel të lartë, dhe të ngrej aktivisht të ndikimin e këtyre dy aeroporteve në rrjetin global të linjave ajrore. Gjatë periudhës 2026-2030, Pekini në mënyrë aktive do të koordinojë sektorët përkatës për të ngritur aftësinë e shërbimit të këtyre dy aeroporteve ndërkombëtare. Siç mësohet, gjatë kësaj periudhe do të shtohen më tej lidhjet mes dy aeroporteve të Pekinit me nyjat kryesore ajrore globale, kryeqytetet dhe qytetet të rëndësishme të botës dhe vendet bashkëndërtuese të nismës një brez, një rrugë. Në aeroportin ndërkombëtar të kryeqytetit do të zbatohet projekti për ngritjen e cilësisë dhe shtimin e efektivitetit. Ndërsa në aeroportin ndërkombëtar të Daxingut do të nxitet aktivisht projekti i ndërtimit të terminalit satelitor për të shtuar kapacitetet e pritjes së vizitorëve ndërkombëtar. Synimi është i qartë. Deri në vitin 2030 ose fundin e planit të 15 vjeçar, numri i udhëtarëve në këto dy aeroporte të Pekinit të arrijë në mbi 160 milion dhe vëllimi i marrave të postës në mbi 2.5 milion tonë. Krahas kësaj, do të përmirësohen edhe shërbimet brenda terminaleve ekzistuese, si shkurtimi i kohës së kryerjes së regjistrimit të fluturimit dhe kohës së lëvizjes së avionit në pistë, përmirësimi i dhënies lejes për ngritje dhe i lidhjes së avionit me terminalin. Dhe gjithashtu, do të provohet transporti ajror hekurudhor i lidhur me linjat ndërkombëtare ajrore. Ndërkohë, do të shtohet pa ndërprerje efektiviteti i tranzitit ndërkombëtar, do të thjeshtohet e do të përmirësohet më tej procesi i zhdokanimit, do të ngritet efektiviteti i procedurave të hyrje-daljes dhe do të shtohet aftësia e transportit të përbashkët për tranzitin e pasagjerëve dhe marrave. Gjithashtu, do të nxitet me fuqi të madhe integrimi i thellë i sektorit ajror dhe zhvillimit urban, duke përfshirë përmirësimin e modelit ajror plus komercial me mbështetjen e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve në operimin komercial të aeroporteve.